Lideri i Aleancës për Shqiptarët Zjedin Sela në konferencë për shtyp tha se Fronti Evropian nuk do ta përkrahë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili gjë u miratua nga qeveria. Sela tha se qeveria nuk është transparente dhe se ligji nuk mund të gjendet askund. Teatrin që pam dje shpallin me pompozitet që u miratua ligji, ndërkohë që ligji s'është askund. Kërkush nuk e ka një kopje të ligjit, bëhen iniciativa dhe dërgohen në Komisionin e Venedikut një ligj, dhe për këtë nuk janë të informuar as fjetarët, nuk e gjen dot në faqen e qeverisë se kush ka qenë ka ky ligj, nuk e gjen dot të shpallur askund. E natyrisht që kjo lloj qasje është vetëm mungesë transparence dhe nuk është në të mirë të qytetarit, dhe qytetarët nuk duhet ta lejojnë asesi këto lloj qasje. Qytetarët nuk guxojnë që ta lejojnë mos respektin që u tregohet atyre, duke mbajtur të fshehtë dhe duke u munduar që të kontrabandojnë një ligj i cili është shumë i rëndësishëm dhe që është një ndër shtyllat bazë të kushtetutës dhe shtyllat bazë të kohezionit të brendshëm etnik. Gjithmonë në qoftë se ky është verzioni, sepse unë kam arritur që të gjej një kopje të ligjit, dhe këtë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, asgjë tjetër nuk ndodh, sepse nga 15 nene gjisej që janë, në 2 faqe ligj, nuk është bërë gjë tjetër vetëm se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që i bëhet balancuesit. Në nenin 6 të këtij propozim ligji, thuhet që çdo qytetar në çdo moment ka të drejtë të deklarojë përkatësinë e tij etnike ashtu siç dojë. Dhe kjo ishte keqpërdorimi që i ndodhte balancuesit apo. Dërsa vetëm në nenin 7 thotë që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat bëhet në bazë të regjistrimit të fundit të popullatës. E përkthyer ndryshe, kjo është, në regjistrimin e fundit të popullsisë shqiptarët ishin 29%, maqedonësit 54%, 5% etj. Por në kuadër këtyre të përqindjeve me nenin paraprak ti mund deklarohesh si të duhesh dhe në fund do përfundojnë në manipulim, në asgjë tjetër. Apo. Deklaratat e tipit që kjo çështje do rregullohet me letërnjoftim është klishe. Është rreme e madhe e cila u servohet qytetarëve. Apo. Shqetësues është dekori i kryeministrit me zavendës kryeministrat, të cilët aty ishin vetëm për t'i dhënë legjitimitet këtij ligji që nuk është i drejtë dhe nuk është as adekuat. Është thjesht këndvështrim i vëmëros se si ta pengoj akoma më tutje përfaqësimin e drejtë dhe adekuat.